Të dashur miq, besoj keni parë filmin Nëntori i dytë. Atje mungon një pjesë prej rreth 37 sekondash, ku luftëtarët shqiptar me Isa Bullitini nga Mitrovica mbysin ata serb, ja fusin kokën në kanal. Por, si mundet vallë, që shërbimi informativ i Jugosllavisë e preu këtë, pagoj. Dhe vetë Ramiz Alia ja kërkoi sipas intervistës të Reshat Arbanës të riluhej kjo pjesë nëse nuk ishte si u zhduk. Dhe nuk u lejua, nuk u realizua. Tani pyetja është, ky akshi që pas ka vjedhur të gjitha të dhënat sensitive, strategjike, sekrete shtetërore të ushtrisë. Sa mund kemi afruar armiqtë tanë? Kush na garanton që nuk janë shitur? Kur ata kanë përgjuar dhe ambasadën amerikane edhe vetë spakun. Vetëm për këtë, Partia Socialiste duhet të shpallet non grata dhe dash zoti amerikanët ja bëjnë këtë dhuratë Shqipërisë, ta heqin këtë mas tumorale kancerogjene nga trupi i brishtit Shqipërisë. Dash zoti Donald Trump këto 90 ditë i ke dhënë urdhër FBI CIA-s, lani duart me ato plera që qelbën Shqipërinë.